Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandatëve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar, deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar, dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veçse efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit, do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie.